Në të njëjtin destinacion kanë arritur që të dy, ani psendaras. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky si dhe sekretari i shtetit amerikan Marco Rubio të hënën kanë zbarkuar në Jeddah të Arabisë Saudite. Ukraina si është takuar me princin e kurorës Mohammed bin Salman një ditë para bisedimeve me zyrtarëve Ukrainës e atyre amerikan. Edhe pse ai personalisht nuk do të marrë pjesë aty. E pikërisht për bisedimet mes palëve ka folur presidenti i SBA-s Donald Trump. Ai ju tha gazetarëve se ka pritshmëri edhe për marrëveshjen e mineraleve. Unë mendoj se ata do të nënshkruajnë marrëveshjen për mineralet, por ne i duam ata. Unë dua që ata të duan paqen tani. E po, tani ata nuk e kanë treguar atë në masën që duhet. Trump tha se pritet që gjëra të mëdha të ndodhin në atë takim. Unë mendoj se ne do të kemi një rezultat të mirë në Arabinë Saudite, që do të thotë se ata janë duke pritur bisedime të ndryshme dhe ne kemi shumë njerëz të përgatitur që shkojnë atje. Mendoj se Ukraina do të bëjë mirë, sikurse edhe Rusia. Unë mendoj se disa gjëra shumë të mëdha mund të ndodhin këtë javë. Shpresoj se po. Sipas tij, asnjëra palë nuk mund të vendosë vetme, as për luftën e as për paqen. Askush si ka kartat në dorë, as Rusia e as Ukraina, si kanë pra. Ky takim pritet të përqendrohet në një marrëveshje dypalshe midis SBA-ve dhe Ukrainës për mineralet e ralla. U di kjo që mbeti pa u firmosur në Shtëpinë e Bardhë për shkak të përplasjes Trump-Zelensky. Ujdia për këto xehe do t'i përcaktoj dhe pozicionet e të dyja vendeve për bisedime eventuale me Rusin lidhur me përfundimin e luftës.